Tragjike në Itali, vajza 23 vjeçare vritet me thik çfarë zbuluan hetimet. Një ngjarje tronditse ka ndodhur këtë pasdite kur një grua e re është gjetur e vrarë në rrethana ende të paqarta. Ilenia Musela, 23 vjeç, mbriti pa shenjajete në spitalin Villa Betania pasi kishte marrë një plagë të thellë me thik në shpinë. Sipas raportimeve, ajo ishte transportuar me makinë nga banorët e parkut Konokal, zona ku aktualisht po zhvillohen hetimet. Mjekët e urgjencës nuk ishin në gjendje ta shpëtonin dhe hetimi i policisë nisi menjëherë pas ngjarjes. Pjesëmarrës në hetime janë skuadra fluturuese e shtabit policisë, stacioni policisë Ponticellit dhe zyra e parandalimit të përgjithshëm. Rrethanat e vdekjes së saj janë ende të paqarta, por hetimet fillestare sugjerojnë se krimi ka ndodhur pas një grindje të papritur në rrugë, ku janë përfshirë disa persona. Policia nuk ka mundur të identifikojë ende autorin, pasi zona nuk mbulohet nga kamerat e sigurisë. Hetuesit janë duke intervistuar familjarët e Ilenias dhe disa dëshmitar të mundshëm. Lajmi i tragjedisë u përhap shpejt në lagjen përreth, duke shkaktuar tronditje dhe mosbesim nëpërmjet banorëve. Hetimet për zbardhjen e kësaj ngjarje të rënd vijojnë.